Jetën e japim, Kosovën se japim. Jetën e japim, Kosovën se japim. Jetën e japim, Kosovën se japim. Kosova është e jona! 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 Edhe në por, edhe në shi, jo, jo, në Serbi! Edhe në por, edhe në shi, jo, jo, në Serbi! E duam Kosovën! E duam Kosovën! Sot, o kur të bashkuan në njef në mur! Sot, o kur të bashkuan në njef në mur! UÇK! 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 Benedura! Hvatimo pak. Tiko, voli. Alo, dil me mikrofon që. E që vëshniku të Se nërgosh pis vëshniku. Oggi è una giornata emozionante, posso dire troppo emozionante. Per prima volta ringrazio la questura di Ancona e il sindaco e tutte le enti che ci hanno dato il permesso per fare quella manifestazione di pace. Gli albanesi oggi più di pur si sentono riuniti davanti al loro dolore, davanti al sangue che si butta dai loro fratelli che vivono in Kosovo. Anche gli albanesi dentro i confini di Albania soffrono insieme con loro. Tutti quelli manifesti esprimono bene il loro dolore, esprimono bene tante cose. Dua të them në Shqip falenderit që keni ardhur këtu. Jam me të vërtetë si se shikoni shumë emocionuar. Me të vërtetë unë vi nga kufiri. Dëshira juaj për të qenë afër vëllezërve tuaj, sakrifica juaj me emocionon me të vërtetë. Kosova gjak që nuk falet kur. Të bashkuar o sot o kur. Një komp, një qëndrim. Të gjitha këto që janë shkruar në Shqip, me të vërtetë janë gjëra që të bëjnë të mendosh. Gjithashtu parollat që janë shkruar në italisht janë: Desideriamo che il popolo albanese sia finalmente unito. Uniti all'Italia e all'Europa nel soccorso al popolo a Kosova. Kosova terra albanese. Si se shikojmë, të gjitha këto na bën që të mendojmë që rezistenca jonë dhe dëshira jonë për të qenë të bashkuar dhe për të sakrifikuar sa më shumë për vendin tonë dhe për ta shmangur indiferencën e ndokujt është më shumë se kur, o sot o kur. Me kaq, ju falenderoj edhe dëshiroj që këto manifestime të jetë
Tash e ka fjalën Halil Beluli. Adesso le prendo parlare Halil Beluli. Io per prima cosa ringrazio il comune di Ancona che ci ha dato la possibilità di manifestare una manifestazione pacificamente. Il terrore della Serbia fatta contro un popolo che ha la sua tradizione, un popolo di avere le sue tradizioni e di avere quello che ha desiderato fino adesso. Ringrazio anche forze dell'ordine che ci hanno permesso di fare una manifestazione in piazza Cavour. Lo ringrazio con profondo del cuore, grazie. Allora, io ho preparato un discorso in lingua italiana. Speriamo che l'Italia ci aiuta qualche cosa in una maniera per non subire le violenze dalla Serbia, una Serbia che è sempre stata violenta in tutti i modi, in tutte le maniere contro il popolo albanese. Viva il popolo albanese per la prima cosa, grazie. Ho il compito di rivolgermi a tutti voi qui presenti per esporre in lingua italiana, sforzandomi di farvi comprendere al meglio le nostre problematiche e ovviamente il perché di questa manifestazione. I mass media hanno ampiamente messo in luce gli episodi di estrema violenza che sono accaduti nei giorni scorsi nel Kosovo da parte dei serbi di Milošević. 6 manifestanti albanesi nella capitale di Pristina, città in cui io frequentavo l'ultimo anno di università, così tutti gli albanesi le loro richieste, le loro necessità in questo contesto sociale, economico e politico che si è venuto formando dopo i grandissimi scontri bellici avvenuti nella variazione della ex Jugoslavia, che hanno causato morte, distruzione, profonde sofferenze, scontri violenti radicali. Quanti occhi hanno pianto cercando di lavare il ricordo di quei terribili momenti, quanti orecchi hanno udito grida disperate, urla di dolore fisico, dolore interiore, quante mani hanno cercato di aiutare il fratello bisognoso, ma invano, momenti tragici da voler dimenticare e da guardarsi che non debbono più verificare, ma al contrario sono accaduti nuovamente e il timore che la storia si possa ripetere. Contesteremo violenza, bagnando ancora una volta le strade di sangue innocente. Noi non vorremmo che nel Kosovo si debba rivivere l'amara storia degli altri luoghi della ex Jugoslavia. Desidereremo che voi capiste i nostri profondi problemi, le nostre paure e il grande desiderio che voi ci città a Fabriano. Grazie un'altra volta. Pikësparje kërkojnë falje se ndoshta shumë me gabime, 1 minutë heshje për dëshmorët në Drënic, vëllezërit dhe motrat tona që mbrapa se kreu Slobodani. Pasha me rëfshanin kryetari shoqatës addetare Uniteti Haredin Kaza. Adesso le prendi parola presidente dell'associazione Unità del Fabriano, Haredin Kaza.
Ju falenderit, pavarësisht se shoqata jonë udhëheqëse është e kësaj tribunit, kësaj manifestimi, besoj se në të ardhmen do të kuptojnë edhe më mirë se Ardheu ka nevojë për ne. Dhe mbi gjitha ne kena nevojë për Ardheun. Prandaj apeloj të gjithë shqiptarët që në veprim tonë do të jetojnë çështja kombëtare. Shëndes në emër të shoqatës adhetare Uniteti dhe ju falenderit për solidaritetin tuaj. Plumbat pushtuesit sërb dhe Stavo Maqedonës në mars e përqakën Drenicën, Kreshnike, dore e vrastarit Milošević vënohet dhe kësa radhe trojet tona. Toka e përqakur e Kosovës rënkon në zigjiret e mjetëve të blindora të prodhimit serboslav. Ngjarje tragjike në Drenicë ishin trishtim i gjithë popullatës. Populli shqiptar i robëruar në Serbi, Maqedoni e kërcënuar nga armët e zjarrit, ku ka pritur edhe pret të udhëheqet nga përfaqësuesit politik shqiptar, se do të bëhet me fatin e tij. Udhëheqësit pacifist shqiptar vrapojnë të gjejnë ndërmjetësues për patër dhe serbit të ndalë dhunën e terrorin e trojes shqiptare, ndërsa populli të bën thirrje për turim. Nga ana tjetër, pushtruesi serbo-çetnik i mobilizuar me forca të shumta të ushtrisë dhe policisë speciale, të ushtruar të udhëhequr nga satrapët e Beogradit, jemi të shqiptar për atë çka bëhet në Drenicë e Kosovë. E ushtria jugoslave mban në blokadë qytetet e pushtuara shqiptare, duke terrorizuar popullatën e pambrojtur. Dhuna e mbi gjitha është, prandaj, UÇK-ja dhe alatet e saj të natyrshëm rrugën për realizimin e aspiratave legjitime të popullit shqiptar për të jetuar të lirë, të njëjtos dhe të bashkuar e shojnë të luftën për shlirimin e trove nga poshtruesi serboslav. Tendja është e padurueshme, e nesërmja jo sigurt. Serbo-maqedonesit me shekuj kanë kërkuar çfarosjen e shqiptarëve. E sot atë çka bën pushtruesi vështar, pa koment është gjenocid dhe etnocid. Por mos harrojmë se populli ynë ka qenë liridashës dhe kur të erë mbrojtja e Kosovës është e shenjtë dhe e patjetërsueshme. Ajo që ka ndodhur këtë ditë në Drenicë është vetëm fillimi i petesës së parë. Populli shqiptar po zgjohet, mashtrimeve po i vjen fundi. Populli e din rrugën e lirisë, që është e sigurt drejt krijimit të një fronti unik të luftës për shlirimin dhe bashkimin kombëtar e territorial. Vetëm kjo rrugë është garant për mbrojtje të çdo gjëje të shenjtë kombëtare. Në fund desha të potencoj se moto e shoqatës sonë është të bashkuar o sot o kur. Nëse Ardheu na thret, jena të gatshëm të gjithë të përgjigjena me punë vendimtare. Lavdi të shmerën të Drenicës. Rroft UÇK-ja. Rroft bashkimi kombëtar. Ju falenderoj në kujdesin. Libertà, 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 UÇK, 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 Europa svegliati, Europa svegliati, Europa svegliati, Europa svegliati. E tash e ndër fjalën zotni Dalit Krasniqi, shoqata adhetare Iliria Gubre. Adesso le prendo il parola signor Dalit Krasniqi, presidente dell'Associazione Iliria Gubre. Të nderuar vëllezër dhe motra, në emër të shoqatës adhetare Iliria me Selinë Gupje, përshëndes këtë protestë masovike. Kosova në lindi si shoqat edhe ne këtu në Itali, si shumë të tjera kudo në botë. Jemi të shqetësuar të prekur thellë në shpirtrat tona, në vatrat tona kosovare, edhe kësaj radhe e njëjta histori, vrasje të reja, dhunime, shkatërime masovike të territorit të tëra. Historia e përsëritur në dekada, gjak i viktimave të reja, prap loti i nënave i grave shqiptare, fëmijë jetima. Drenica djepi rezidencës tonë, edhe kësaj radhe në plak, në tim, në pamëshirësinë e terrorizmit serb. Drenica e mburjeve tona, kështje dhe përposhtër, emër që nuk vritet kur. Gjaku i Drenicës është edhe gjaku jonë, ngritim zërin lartë dhe me plot fuqi thrasim, Drenicën nuk do ta lëm veten. Drenica është Kosova,
është shqiptarizmi, është çështja jonë e shtrenjtë kombëtare. Ne jemi ushtar, edhe ashtu do të jemi. Ushtar të një kombje që lufton për liri, edhe e do lirin, më shumë se vetveten. Në botën jemi munduar ta bindim për pjekjet tona për liri, s'jal shkatrimi askujt. Ne bashkëpunojmë me të gjitha shoqatat, kemi dëshirë të bashkëpunojmë. Me të gjitha njohim çështjen e Kosovës, të bashkuar të gjithë. Pa marrë parasysh partit, pa marrë parasysh mendimet e të tjerëve. Se vetëm të bashkuara mund të dalim para. Ju falenderoj shumë. Tojmë kundër apartheidit shtatëzrakrisht dhe masakrës që ushtron kushtedra e Ballkanit që është mësuar të pi gjak njerëzish. Por këtu në këtë vend sot ja bëjmë me dije Serbisë dhe Miloševićit se gjaku i shqiptarit do t'i bëhet hen. Aty dhe Beogradit që çdo 10 vjet bëjnë elaborate për çfarosjen e shqiptarëve. Dhe tash e njollos Kosovën me emra të padëshirueshëm terrorist për bota e shet, se kriminal dhe arrogant janë ato që përdorin dhunën dhe masakrat. Shqiptarët din të merren edhe me pushkën, din të luajmë pushkën për shkak se me pushkë në dorë kemi leje. Por sot i bashkohemi me çurisë së kohës. Prandaj, në emër të një grupi të punëtorëve shqiptar nga Maqedonia që jetojnë dhe punojnë në Urbin Ferminiano, lusin botën ta kuptoj çështjen e Kosovës vetëm me pavarësi. Pavarësia është fitore e Ballkanit. Sipas Miloševićit, terrorist janë edhe rasti i 68-ës, rasti i 81-shit, rasti i Unionit të Studentëve në 97-ën. Terrorist na qekan edhe fëmijët në qep, sot edhe nënët shqiptare që gatuajnë bukën e fituar nga arat e veta pa i pas borx askujt. Nuk është koha e Karpatëve, as është koha e slavo-komunistëve. Ne do të mbrojmë Kosovën si Kaçanik me thika dhe e jona do të bëhet republika. NATO-s, SBA-s, OKB-s, Unionit Evropian ja bëjmë me dije se bashkimi i Shteteve Bashkuara Shqiptare është shpëtimi i Ballkanit dhe i Evropës unike. Grupi punëtorëve nga Maqedonia në provincën e Pezarës Urbino. Tani ju pres të bashkangjiteni në këto prehoriqe. Sot o kur bashkuar në një flamur. 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 Gostivar dhe Tetov, jemi Shqipni dhe Kosovë. 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 UÇK jemi ne, 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 UÇK jemi ne. Ju falenderoj në vëmendje. Tet Osmani. Një falenderoj shokët që më fjalën. Një falenderoj edhe një të juve që jeni këtu. Një herë protestojmë për punën që na ushton popullit. Atë që dëshirosha që në këtë tubim në soshën kisha dëshirë që jotë mes nesh me u marrë vesh çka duhemi, se veç që dimi do të mi tregu botës. Do të mi tregu vendit ku jemi, pse jemi të huar. E për te ju kësha lutë dhe bardë, ju kësha lutë dhe falje, që du me folë e gjuhën italiane. Jo lutë. Signori e signore, volevo spiegare
quando è possibile, in lingua italiana. Cos'è oggi? Che gli albanesi della ex Jugoslavia sono nella protesta di oggi nel centro di Ancona. Ma mica era prima in Italia, no, non era prima, ma non è nemmeno l'ultima. È difficile per voi altri seguire se non entriamo proprio nel cuore di loro, a parlare, a sentire cosa dicono, cosa vogliono, di che cosa protestano. C'è da capire, non è soltanto da dire che gli albanesi danno autonomia, ma non indipendenza, scusa. Ma c'è da capire. La prima cosa c'è da capire il fatto, il problema, di chi si tratta. Non soltanto da dire vogliamo oppure gli diamo o non gli diamo. Il problema degli albanesi. C'è da capire degli albanesi non in Africa, ma nemmeno in un altro paese non sviluppato, ma in Europa, ragazzi, ma in Europa! Ma c'è da capire cosa è Europa! Ma chi è Europa? Vogliamo capire chi è Europa? L'Europa non è niente altro, soltanto quello che l'ha sviluppato tutto il mondo nella situazione che si trova oggi. L'Europa è quello che l'ha sviluppato e l'ha fatto, l'ha creato pure l'America, l'ha creato l'Australia. Andiamo in avanti e facciamo la guerra stellare. C'è da capire chi è Europa. Ma torniamo indietro e pensiamo cosa è successo in Europa, cosa si ricorda in Europa. Nient'altro, si ricorda la prima guerra mondiale, che ancora si trova qualcuno che è vivo, si ricorda la seconda, ma si può pensare ancora che c'è un'altra? Eh sì, c'è. Aspettiamo per la terza, aspettiamo per la terza. Se nessuno lo sa dire dov'è, da dove viene, quello viene dal Kosovo, dal problema degli albanesi in Europa, dal problema degli albanesi in Europa, ma non in Africa. Grazie. Una volta parlando di Europa e quello che è successo, ma c'è da capire le cose, che l'est Europa ancora è rimasto con una mentalità vecchia, occupa un posto, un vasto popolo, cerca di eliminare, a fare la pulizia etnica di un popolo. Ma c'è da capire, invece quell'altro di est, no, non si divide, ma fanno unità l'Europa, perché essere insieme siamo sempre più forti. Non siamo terroristi! 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 Grazie. Capendo due cose fondamentali tra quelle est e quelle occidentali, è essenziale da capire qual è l'Europa che ancora parte la guerra, qual è l'Europa che ancora ammazza i bambini. Ma cosa vuol dire? C'è un esercito apposta per ammazzare la gente, ma allora il mondo, l'Europa, dimmi un po' cosa fa, quanti soldi spende per la medicina? Se uno nasce invalido, la medicina studia il modo a quello che è nato invalido e fa modo da camminare in piedi anche se quelli sono di ferro. Invece l'esercito jugoslavo a postfaccio, quello serbo, non è che studia il modo come fa a camminare se uno è nato invalido, ma no, quello normale a fa eliminare.
È una cosa incredibile, mi vergogno a dire, mi vergogno a parlare, però sono cose che ancora succedono, ma c'è da capire questo problema. È un po' difficile, ma c'è da capire. Quello che oggi è successo, l'ultimo tempo succede in Jugoslavia. Quando che si tratta di Jugoslavia, c'è da pensare a Jugoslavia di una volta, Jugoslavia di Tito, sì, erano d'accordo tutti quanti, ma ognuno ci ha avuto libertà. Oh, e che è successo con gli albanesi al tempo di Tito? Al tempo di Tito gli albanesi erano quelli che erano d'accordo con l'altro popolo, anche se la metà degli albanesi sono rimasti in Albania, quell'altra metà hanno scelto, era una scelta del popolo, una volontà del popolo, che può essere pure divino. Mentre passava il tempo, quando che hanno cambiato le cose, hanno cambiato... Grande. Noi oggi siamo usciti in piazza per manifestare contro un terrore che ci sta sotto le spalle, un terrore che la Serbia sta facendo in un popolo che non ha colpe, il popolo che ha delle tradizioni molto ma molto grandi, un popolo che è stato sotto la Serbia per ben 45 anni, un popolo che deve essere sempre libero e desiderare le sue tradizioni e la pace in Europa. Come ha parlato il mio amico prima, vorrei anche precisare che noi in Europa non vogliamo le guerre, perché le guerre a noi al nostro popolo albanese non ci piace, ma non soltanto al popolo albanese, ma tutti i popoli che vivono in Europa. Il popolo deve essere pacifico e deve avere i suoi diritti, le sue voglie di vivere, la sua voglia di esprimersi in qualsiasi momento. Un popolo che vuole la pace, vuole essere unito in uno Stato che deve essere sempre uno Stato di albanesi, ma non uno Stato che sempre è stato comandato da un terrore serbo, una politica molto sbagliata e una politica molto sbagliata dal Tito che aiuta, ci fa la sua idea di esprimersi in tutta Europa. L'Europa è oggi unita, noi andiamo in un'Europa unita, ma non vediamo nei Balcani che c'è una guerra in mezzo, una guerra che può scoppiare al momento, una guerra che noi, mi preferisco al popolo albanese, non lo vogliamo, una guerra che non sta bene a noi, agli albanesi e anche a tutta l'Europa, una guerra che può fare vittime dei bambini, vittime di tutti i generi, vittime di massacri, un sacco di cose, una guerra che non ci sta bene. Preghiamo un'altra volta tutta l'Europa, NATO, qualsiasi mezzo di fermare questa guerra, di fare una pacificazione, una libertà di scelta, una libertà di esprimersi in tutti i modi. Noi non andiamo in guerra, che le guerre già hanno causato un sacco di morti, migliaia di morti. La guerra della Croazia, che ha fatto un sacco di vittime, ha fatto le pulizie etniche, una guerra in Bosnia, la guerra che è stata molto tremenda, è durata quasi 4 anni, una guerra che ha fatto quasi 500.000 vittime, non vogliamo una guerra. Deve essere, non so come mi posso esprimere, un popolo che ha bisogno di queste cose. Noi oggi manifestiamo per questa cosa, non manifestiamo per una guerra, non siamo terroristi, questo l'Europa deve capire.
La Serbia dice che noi siamo terroristi. Questo non è vero. Il popolo albanese ha dimostrato che è un popolo pacifista, non è un terrorista, un popolo che ha protestato contro queste guerre nei Balcani. Non vogliamo un'altra guerra. Ringrazio un'altra volta il popolo italiano, le forze d'ordine, Timone di Ancona e tutti quanti che ci hanno seguito. Grazie. Libertà! 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 Të dashur metra dhe vëllezër, pavarësisht se nuk është koha e këngës, e kemi në program në këngë të kushtrimit, që të cilën do të ndëgjoni. Edhe së bashku ta këndojmë. Së bashku ta këndojmë. E tash e merr fjalën Dalit Krasniki, shoqata detare i Në bashkëpunim me shoqatën Iliria dhe Uniteti, ne kemi bërë një apel në të drejtuar qeverisë Kosovës. Përkrajmë vendimin e qeverisë Kosovës për një Kosovë shtet të pamarrën. Shoqatat në fjalë kërkojnë nga qeveria e Kosovës që të jetë më konkrete rreth çështjes kombëtare. Si njoftim kemi këtë. Këto dy shoqata kanë një tryezë rromllok që do të mohet këtë ditë. Kanë dëshirë që në këtë tryezë rromllok të marrin pjesë jo vetëm shoqatat, po edhe individ që e ndinë veten shqiptar, do të thotë. Në këto momente të vështira të historisë tonë, të jenë të sa më të bashkuar, të marrin pjesë, të thonë mendimin e tyre, e vërteta, realiteti le të dalë para. Mërësia është që ne të bashkohemi shpirtërisht, materialisht me të gjitha. Prandaj ju lutem, nëse dikush ka dëshirë të me dhënë mendime ose me marrë pjesë në këtë tryezë rromllok, le të lënë informata tek ta shok këtu që janë. Do të thotë adresën e marrin këtu se ku do të mbahet do të jenë të informuar. Ju falenderoj. Të nderuar bashkëdhëtar, jena të mbuar sot vetëm për të ngritur zërin e arsyes, për ta ngjerë thellin të jetën tonë dëmtare. Prandaj, çdo kush e din, edhe çdo kush është dëshmitar i kohës sot me të ndodh ajo që ndodh në Drenisë dhe në Kosovë. Prandaj, në gjirin e popullit lindi UÇK-ja. Në fakt lindi edhe vetë fondacioni UÇK-s. Prandaj, ne edhe si shoqat, ju bëjmë apel që gjithë kushtet ta përmban fondacionin e UÇK-s. Me lindja të re. UÇK! Ju falenderoj. Gostivar dhe të tos, jem Shqipëri, jem Kosovë, miri, libertà, miri, libertà.
libertà, libertà, libertà. Tash të ratë në planën aktivisti Gjeladin Gjura. Të dashur bashkëndimi shqiptar në Itali, por të ndihmë këtë zemër, që bashkojmë Kosovës, që bashkojmë Drenicës, që bashkojmë i vëllezërve tanë, që janë të dërë gjakun për lirinë e Kosovës. Mos ne nuk kemi ardhur tu me bra muhabet njëri me tjetrin, po kemi ardhur të tregojmë botës se dhe ne jemi në këtë Europë. Edhe ne kemi në takon një pjesë Europës. Edhe ne kemi dërë gjakun këtë Europë. Le ta di mirë Serbia, se kur njëherë miqësi nuk ka pa me ne. Nuk jemi terrorist, se kërkojmë, se mbrojmë prokat tona. Jemi mbledh këtu për të solidarizuar me vëllezërit tanë kosovar, po duhet ta dim ndërmend gjithë. Jo sallë në manifestime, edhe do të shpotojmë. Lumë kush do të lënë tjek, edhe njerë kush nuk do të na pri prapa. Tjene vëllezër shqiptar, që solidarizohemi vëllezërve tanë në Kosovë, si ekonomikisht, si fizikisht, po qëtë nevoja edhe jetën do të japim për Kosovën. Vëllezër shqiptar, mos lejojmë. Të dashur bashkëdhëtar, mos lejoni që tradhtia të shtii hund, derisa 85 vjet ka shtii hund në rrënjët tona, edhe na ka përsha, na ka shpërnda. Po vëllezër shqiptar, duhet t'i bashkohemi Kosovës. Roft Kosova!